Përshëndetje të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur. Jemi bashkë edhe këtë të martë dhe natyrisht kemi filluar edhe muajin e ngrohtë të qershorit me dëshirën që të sillim ngrohtësi sa më shumë në emisionin ton të përjavshëm. Në kuadër të emisionit Një jetë në një orë, sonte kam një protagoniste të cilën ndër vite e njohim i gjithë komuniteti Gjakovës, por edhe më gjerë për veprimtarinë e saj. Përgjatë punës së saj ka qenë mësuese, domethënë ka rritur e edukuar breza të shumt. Pastaj ka qenë aktiviste dalluar në nivel komunal dhe më gjerë. Njëkohësisht ka udhëhequr edhe atë grupin e shoqatave të grave të viteve të dikurshme. Në anën tjetër ka qenë një sekretare e dalluar dhe aktiviste e vazhdueshme në kryqin e kuq komunale dhe mbi të gjitha një grua e cila vazhdon të jetë aktive dhe të punoj për komunitetin përgjithsisht. Është kjo zonja Dushe Basha. Lama, Dushe Basha Lama. Mirë se erdhe, faleminderit. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Jemi mësuar kështu t'ju njohim Dushe Basha. Sot jemi bashkë me bisedu për shumë çështje që lidhen me punën tuaj drejtuar komunitetit. Por gjithsesi janë fotografit ato të cilat do të na drejtojnë nga periudha në periudhë për të cilën ju e dëshmoni përmes këtyre fotografive. Por gjithsesi ka kohë që ju kemi parë në media, sepse dikur ishit një figurë publike në media, madje edhe në kohën kur të tjerët nuk guxonin të flisnin lirshëm. Më trego çfarë po bëni këtyre ditëve? Eldita, faleminderit shumë edhe një herë për të falenderoj. Unë kur jam dalë në penzion, jam shkëput diçka edhe për media edhe për punës zyrtare dhe krejt. Kom dasht me shiju pak edhe këtë kohën e shtëpisë, si nanë, si anvise, si bashkëshorte me najt me shokun. Edhe jam shkëput diçka për tyne, po gjithmonë e kom pas në zemër, në mendje, se prap kom dëshirë mu inkuadru. Po me parti, me politik, nuk jam marrë as atëherë, se s'na ka leju as kuq, as ka aktivitete grave, po ku mujtë mu marrë me diçka tjetër, aty e kom gjetë veten edhe me pundore, edhe me si anvise me punimin e ambëlsirave, turshive, seneve ty përgadit. Edhe kështu që më ka kalu koha, mandej me shokun imi dal. Natyrisht. Janë në fotografit ato që lënë gjurmë, edhe përmes tyre ne gjithmonë në këtë emision dhe nga ajo foltore dalin pafund ai pozicion ku jeni ju, dalin pafund rrëfime interesante prej të ftuarve të emisionit ton. Pajtohesh tani si me fotografinë e parë edhe të shohim se nga do t'ja nisim. Se cila periudhë ka rëndësinë e vet, por duket sikur regjia na solli një foto që kjo foto është kur kom qenë në nxënëse, afër që mësuesit atë afër arsimtarit, kur kom qenë nxënëse në vitin e parë të shkollës fillore. Klasën e parë. Po kemi qenë në nxënëse në shkollën në Prizren. Pse kemi shku në Prizren, babën e kom pas intelektual, i arsimum, ka qenë referent i arsimit në Gjakovë, po atëherë komunja, bashkësia arsimit, e caktojshin cilin person që është ma aktiv, ma asim i qu me shkollu prap me i dhonë shkollë, për me nun në pozit dikun. Edhe babën i thanë që më shku në Prizren, me kry shkollë. Dhe ju vazhdu. Edhe na me gjithë familje, atëre qashtu i mërshin, ju jep ke bursa, po ju jep ke ndihmë edhe për familje, edhe kemi jetu në Prizren, dhe sa ka kry baba shkollë. O dasht me shku edhe unë në shkollë, edhe vllau ka qenë vllavi dytë mas meje, ka qenë në parashkollor, ndërsa unë në vitin e parë. Keni kujtime edhe për qytetin e bukur të Prizrenit? Aty kom kujtime shumë të mira, njëherë kom pas vështirë se gjuha, në pushim kur delshim folshin gjuhën turke, ndërsa në mësim normal shqip, po
u inkuadrova se thmi që ashtu me njëherë e gjetët e gjeta vendin edhe gjeta shoqni edhe shumë kom kujtimet mirë, shumë kohë mirë ka kalu atje. Faleminderit shumë. Pas kësaj foto, e cila na ngjallin kujtime dhe na ktheu në një periudhë. Këtu jam me babën. Po. Baba jam ka qenë thash intelektual, njeri arsimum, njeri përkushtum për punë, i ndershëm, e ka kry atje në Prizren, kur ardhtu, prap komunja, Bashkia e Arsimit e ka caktu drejtër në fshatin Cërmjan. Edhe atje o dash me shku dhe na prap familje me ta. Se s'ka mujt më utu, se s'ka pas atëherë transport prej fshatit në qytet, as për qytetit në fshat. Dhe ju prap u deshtë? Prap atje. Kanë qenë Cërmjani, po flas pak në pika shkurta, Cërmjani është një fshat i madh, që shtrihet në pjesën e Dugagjinit normal, është fshat i Gjakovës, është 2-3 kilometra prej Drinit Bardh, prej Urës Kramovikit që thonë, edhe ajo pjesa është qendra ku kemi qenë na, aty kanë qenë 2 shkolla, ka qenë Fura, ka qenë Dugoja, ka qenë stacioni policor, ka qenë zyrja për mi shërby poplin për dokumente, zyra gjendje civile. Zyra vendit, na shprejë në po foli me shprejë që shi kanë thirë atëherë, edhe na kemi shku me banesat aty. Po përveç njeve, ky tash si drejtor, kanë qenë banesat krejt rënd ndërtume për qatë qëllim. Aty kemi banu na, ka banu e Majman e Satlila, ka banu Ali Baruti, po me familje. Edhe kanë banu Qazim Maloku, kanë banu edhe disa tjerë, s'po më kujtojnë për momentin, edhe ka qenë rëndi tjetër i banesave familjet e policëve, se ka qenë edhe stacioni policor aty. Aty kemi pas një jetë shumë të mirë, me që se s'ka pas kushte, se ujë jo, rrymë s'ka pas, se kemi përjetu dhe që të pa rrymë, po ka qenë shumë mirë, se kemi qenë afër shkollës, baba në shkollë, na jemi shkollu aty, edhe jemi konë shumë plumëtën. Andjeshit pak atë fëmite e matë privilegjun për shkak se... Po, tash na, ku shkojshim se është me cek, na kemi qenë pak ma në sy se fëmijët e drejtorit, edhe vesha jonë, sa atëra në fshat u veshin me vesh tjera, vesha jonë o dalu, po na kemi qenë shumë shoqnushëm ata, se kanë qenë njerëz që kanë jetu, që jetojnë në Cërmjan, shumë të mirë, shumë mikprica, shumë bujar, shumë të ndershëm, edhe shumë të urtë. Fshatrat për rreth, jënë ndalu që jënë konë ma ndryshe jënë sjellë me arsimtar, me punëtor të arsimit, e këta jënë konë shumë të afërt me ta, bujar shumë, imi inkuadru fill aty edhe kemi pas një jetë shumë të mirë, e unë e kom shku atëre deri në klasën e 8 aty. Sa më bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu jam kur e kom kry normalen, si mësuse. Tash nëse banë më këthy pak mas, kur e kom kryu në klasën e 8, unë s'kom pas pengesa për në shkollë më ardhë. Mu regjistru normale, po ka tregova edhe njerë që s'ka pas transport, atër baba me bicikl më ka pru në qytet për më regjistru normale. Jo më regjistru normale, e kom dash qatë profesion, se jem konë shumë e lidhë me babën, e kom pas në shta pak instinkt që duhet edhe one me marrë ata, edhe e kom ditë që punësona me njëherë, mi dhonë kra babës, se baba ka qeni vetëm, me krejt, me prind vetë, me neve, dhe na kemi qenë 6 fëmijë, edhe prind 8, edhe gjyshja. A ishte vështirë në ato periuda me marrë vendim për mu shkollu? Une jo, se kuptohet se baba nga si, po aty unë sa më konë zonë se jo mundu gjithmonë me ndiku të ato vajza që edhe ato marë në shkollë, masi unë përshkoj. 2 gjenerata para me, një
vajzë e fshatit aty o shkup o bo mësuse, do më thonë ka vazhdu normale, rasti parë që ka qenë. Tash kur unë e shkova, unë erdha në qytet tu, më kujtohet që ajo ka qenë sfidë, që ajo ka qenë kujtim shumë i mirë, po edhe sfidë shumë e rëndë. Më një javë, masi kom fillu në mësimin këtu, në orë të mësimit ka hi drejtori edhe më ka thonë, dusha ja bën marë se ka një zyrtar prej komunës, ka me bisedu dishka me ty. Me njëherë pak Ju friksove, si çfarë mund të ndodhë, po. Kur dola shkova atje, drejtori edhe ai zyrtari ma spjegoj, tha, dusha ti ki kry shkollën në Cermjan, po, thash më babën atje me prind. Tha, a kanë lyp shoqet tu atjera marë, thash kanë lyp, po s'kanë pas për kraje për prindve, i kanë pengu. Mu më bëjke përshtypje se edhe nonat fort nuk ishin fort në nxehta mi shtyja si kanë bështet, po unë mundoj isha me ndiku të ato direkt. Edhe tha, ty të kanë ardhë 3 shoqe këtu. Thash, që shenë ardhë, unë u gëzova më njerë, tha e ato kanë bërë rrugë shumë gjatë. Ato tash, unë e të tregova se jo 2 kilometra prej qendrës aty shkollës, edhe ato që aty afër kanë pas shtëpinë, deri te Drini atje, Drini Bardh, ato kanë ikë pi shtëpisë, pa lejen e prindve. Imagjino për vullnet të shkollimi. Për vullnet për shkollë, kanë hyrë në ujë, e kanë kalu Drinin kom në ujë, edhe kanë shku në Ratkoc. Jenë lajmëruar në polici të Ratkocit. Policia e Ratkocit i ka pru se komunja Rovetit, i ka pru në Gjakov. Edhe i ka njoftu me atëre fjallën kryesore ka pas komiteti, komunja, bashkësia arsimit, me njerë ata janë kuadru se edhe ata e kishin qashtu breng që më shojnë vajzat më shku në shkollë. Edhe sa që për t'i bimi, po shkojmë na atje, shkojmë na, kur i pishon ato 3 shoqe. Mirë po ndërkohë erdhen edhe prind. Ata prind ishin ardhë ashtu të nervozum. A ishin të revoltun. Gjithësysh mi këthy qikat në shtëpi. Edhe mu më thëshin, ti nashta ju ki mu shmendhen. Thash ju, unë nuk kom ditë kur gjo për to, po shumë u gëzova që kokën ardhë. Kokën bindë hapur, po. Edhe ata thanë, njonën e bindën prind. E murën, që sot e kom mbrapsht ajo. U këthy ajo, i ndigjoj prind, u këthy në vend vetin. Dhe su shkollua asnjëherë. Kjo ka qenë sfidë, ka qenë që kur kush se ka përmend që aton, unë e kom pas të regjistruar në kryj, kur do të vjen rasti, unë e kom e tregu. Edhe ato dyja vazhduan shkollën, normal atër bashkë me mua aty, atër prind ju një mëshën se u pajtun, edhe babën ta me ferën si drejtar, tash me ndiku pak të prindi, edhe i bini edhe baba pak që ato milion qeta tash ato vazhdojnë, ata me një kush që dushja mu kujdes pak për to se këty nësë ju ka ranë qytet, nuk di, nuk ka si, edhe unë i mura atë si për, edhe shoqe, po edhe më ju një mu mi për krah. Ato kryjnë normalen edhe one, e tash u këthym na me punu në Cermjan. Edhe ato dyja edhe one. Sa e bukur, është një mision i plotësuar. E këtu jam viti parë i punës atje. Po. Sa o bukur kjo foto, kalojmë te fotografia tjetër, faleminderit për këto sqarime kaq të bukura. Këtu është kolektivi i shkollës Cermjanit, ka qenë kolektivi shembull i shkollës Cermjanit. Për cilën periudhë përafërsisht bëhet fjalë? 71, 72 viti shkollor. Domethënë 55 vite më para. Ka qenë kolektiv i njoftun, mësuese gjitha prej qytetit që kanë ardhur aty. Që vinin, udhtonin çdo ditë. Po, kemi udhtu bashkë, po unë tash jam këtu këtu më reja. Prej këtyne 5 gjenerata mas tyne jam këtu, domethënë më re. Po. Për këta. Mirë po, çashtu më kanë këshyrë sikur më kanë lazdru, në fakt. Më kanë dash shumë, më kanë përkrah shumë, derisa u inkuadrova unë tash si punëtor aty. Edhe kolektivi ka qenë i njoftun, po atëre ka qenë edhe shkolla Kralanit, edhe shkolla Radoniqit ku është liçeni, aty ka qenë shkolla, edhe shkolla e Blanicës, edhe Gërgocit ka qenë nën shkollën, se shkolla e Cermjanit ka qenë shkolla am. Baba ka qenë drejtori gjitha që të një shkolla dhe si paralele të ndana. Po. Mirë po, kemi kalu qaq mirë,
E tash me këto kam kujtime shumë të mira, mu i mi përmend me Po, emna. patjetër. Aja në ullë atje në qosha është Didare Kaja, e martume të Duraku. Duraku, unë e kam pas arsimtarët e mes gjuhës aty shqipe. afër babes, ky është Kadrush Delia, i ndjeri ka vdek. Aja është Sanie Buza Binaku, gruaja e Cenit. Po. Është baba. Kjo është Nesrete Luzha. Nazmije Efendia, mësusja e kryetarës Republikës Kosovës, Atifeteja Jagës. Sa e mirë, Kja ka mësu, në që atje ka qenë, në qatë kur kom qenë edhe unë ka qenë aja nxënëse. Nazmije Efendia, ky Tafil Basha, i ndjeri e kom pas edhe djali Agjes, edhe kjo Flamure Muhaxhiri. Kjo vajza poshtë ullë aty, është që e vajza ndër ato vajzat që i kishte, po. Edhe ky është shkrimtar i njoftun, Haxhosaj, Halil Haxhosaj. Edhe unë në qosha aty. Në Altash, onësh është koriri i shkollës, atër është Binak Luma, është Qurdina, ja rove emnin, e qaja në mes është komunitetit sërbë, po ka dhonë sim aty. Eram Hoxha, ata janë Traduniqit, është edhe Shëfqetja Jaga, edhe qështu me radhë tjertë. A kujtesën e bukur. Po ka qenë tash, na kemi udhëtu ka 12 kilometra kom. Dhe s'jeni lodhur për Jo. Mandej filloj autobusi më ardhë, i kish, po ish ma orare ma gjata, dhe me thonë, ma radhike, po kish kur ish koha dimnit, stinte dimnit, nuk më i ke ardhë autobusi, na metë shumë atje. Do një dushi ju kur s'kishit mundësi, do njerë që autobusi vonoj, apo nuk vindin fare, si ktheheshit për gjako? Shpesh kanë gjatë që kemi ardhë kom. Po ma shumë kemi shku prej Gjakove koma, ne, e kur imi këthy, thashe njerës populli i Cërmjanit shumë të mirë kanë qenë, bujar kanë qenë, në përmes në nxënësave në kanë porosit, ose ushqim në kanë pru aty, ose në kanë thirë me bujtë. Tash edhe aja mësusja vendase që të rëgohë ma për para që okon, aja shpesh në ka thirë me bujtë. Mandej kemi pas një ndër banesat e arsimtarëve aty, okon një banese zbrast, edhe ne kemi shku shpesh me bujtë edhe aty. E keni kalu edhe aty ato kujtime shumë të mira në derë me një periudhë ko gjatë rëndësishme, të bukur edhe jashtë punës. Pa rrym, pa kur farë lidhje me kërkon hiq, veç na, edhe pidit tash fa muhabeti, qëfar knajsie, ty të rëgu se cila për jetën e vetë. Ka funksionu edhe kolegialiteti besoj më mirë. Ka qenë një ndër kolektivet më të njoftun edhe më të mira, se kjo shkolla u qujt atëre, shkolla vllaznimi. Ndërsa mas luftës e ka dëshmorit është Ali Hasi. Ali Hasi, po. Kalojmë tutje pas kësaj fotografie të bukur dhe me shumë kujtime. Edhe kjo, këtu kam një kujtim shumë të mirë. Kjo është nona Elton Zherkës. Nona Elton Zherkës. Është Luljeta Curri, qika të shcurit. E kom pas në lagja aty, po motrën e vetë një 2 gjenerata mama ose kjo, unë e kom pas gjenerat, po me këto jem shoshnu ma shumë. Një vajzë e papërshkrushme, shumë e mirë, shumë e dashme, shumë e bukur, edhe kemi pas shoqe, gjithmonë kemi organizu, shoqe që jemi mbledh shkollës, kemi organizu të kjo, se kjo na bëjke vendin, po. E kom dash shumë, atëre edhe grupo puna që ja vranë djallin ato shumë u ka dhimbë, e kom një kujtim shumë të mirë me to, një periudhë kohës që kom kalu me to si e re, unë edhe kjo. Po. Kalojmë të fotografia tjetërës, sa mirë kur kam miqe mi kesha të mira njetë, kur takohet njeri u me njerës të mirë. Tu është viti kur unë kom fillu me jo me parashkollor, po pi klasës parë dhe në katën. Ciklin fillor, po. Cikli ullët, i thëshim. Edhe këtu si mësuse, knasi shumë e madhe. Si ishte me punu? Fëmit është shumë knasi, më vjen keq me thonë, po ma knasi kemi dhina mësuse që kemi udhëtu
prej qytetit me punu me fëmijët rrate, se janë pa fajshëm, pa djallëzum kanë qenë. Shumë dashëm, shumë të edukum. Ata s'ke mujti me kalu, pa thonë mirë dita, ose dikuj në rrugë pa njoft heq, pa i thonë mirë dita, mirë mëngjesi, kanë qenë qashtu edhe turt, nuk mi pas kur probleme me ta. Të edukuar, po. Shumë të edukum. Dhe numri kogja i madh pas ka Po, qenë. edhe kemi pas për krajen për prindve se nëse na joni, keni probleme na jonin, ata na përkrashin, dhe më thonë u bëshin me neve, mi bin fëmin që s'duhet që ashtu, e jo me kundërshtu neve pse... Po, edhe kur e ke qortu... Shumë në kanë përka, shumë në kanë përka. Janë shumë njerëz mirë, shumë i përkushtuar për punë, shumë të urtë, shumë të nëshëm. Po, sa bukur, kur i ke gjitha këto kujtime kaq të bukura. E këtu të, prej kësaj unë punova disa vjetë, me ciklin e ullt, mandej baba dul në pension, erë drejtor Zef Osmani, edhe më tha dushe na doj me hap këtu për parashkollor. Po. Tha nëse ki dëshirë, shko regjistro në Gilan me krye për parashkollor edukatore. Edhe unë e mora me njëherë me qefat, propozim, po, shkova u regjistrova, atër kuptohet me korespondent. Edhe unë e kom pas regjistru matematikën këtu në shkollës në altë, mu pranun do provimet shkollës në altë matematikës, edhe atje e kreva për një vetune, me korespondencë kuptohet me shkollën. Edhe fillova me këta, edhe këtu kom kujtime shumë të mira, kënaqësi për mu, se do më thonë kemi punu prej orës 8 dhe në 10 kom pas punë me ta, me njerë jem këthu në shpeja të rrë dhe autobusi ka qenë ma shpesh, masi, nuk kom pas me hub ko, jem kënë ma e lirë, edhe në zonësat këta e në kone edhe matur. Te këta nuk i pasti në përshpia ose dikun lodra që kanë lujt. Aty drejtorin e pruni lodrat gjithfare. Po. Edhe u knashin me lodra, më nëzi që ishën shpi. Me një lodra lujshin s'di sa, kanë qenë të organizum. Po shumë të organizum, shumë të mirë. Edhe une e kom një periudhë që aty të punes, shumë e knasi e kom kry, edhe e kom dash që titull me marë, e kom marë si edukator, atër diplomova atje. Në Gjilan. Po, këtu të ashti një shembull me të tregu. Një nxënës për këtyne, mi ki shpru në dorë do bombone. Po. Edhe i ka majtë në dorë të në kohën e mi dhonë mu. Unë e pashë në koridor. Edhe tha mësuse ty ti kom pru që to. Unë i thash, jo, haj për veti, aden s'ja mora. Drejtorin pas ka pa. Edhe drejtorin më thiri më ndej, më tha, dushe, qështë ka shku puna, zot, thash shumë mirë, jam shumë e knaqne. Tha, më s'ki bune i gabim sot, thash, jo, drejtar, jo. Tha, shka t'ka thonë një nxënës, thash, qështu bombone, tha, pse s'ja ki marrë, thash, mudhim, thash, letihana i vetë, tha, jo, shumë e ki lëndu ato. Tha, i ti ka pu tanë kohën i ka rujtë për ty. E tha, ti s'ja ki marrë, tha, a i ka halen dorë, tha i ka. O, zëtë. Atër e më shku une, e kom për qaf, e kom marrë për dore, ja kom marrë bombonet, e kom thonë mësusja t'i la për ty, se une... Mësën qëfar fëmiu i përkushtu, nuk i kanë ngrënë. Shumë. Kanë qenë për ty edhe nuk ju kanë... Tash kanë ndryshu fëmijët edhe në fshat, po atër kanë qenë ma dalimet të mëdhaja kanë pas me të. Shkojmë tutje të fotografia tjetër, u knaqëm. Ndima në momentin e fundit, për pleqt e vetmuar. Je dalë kush-kush, s'ka lidhje, kthehemi. Kthehemi, peta, po. Hiq pa mera. Këtu, ndima në momentin e fundit, para lufte ka qenë. Kur kom punu në Kryshin e Kuq, kom punu në objektin e vjetër, ku është tash Bashkia e Arsimit. Po, edhe ajo ndërtes ka qenë shumë ngrohtë, shumë kom kujtimet mira, shumë punë kom dhonë aty, po edhe shumë sfida të rona kom pas. Objekti vjetër, por... Po, qashtu ka qenë ngrohtë, me një mision interesant. Kom përjetu edhe sene tjera. Ndima që ne bishin, tash hinë masat,
Po. Për I lidhi që kjo për shtatet me qëta, jenë kon hi masat, edhe hinë masat edhe në Kryqin e Kuq. Po. Atëherë nuk ka qenë Kryqi Kuq I Kosovës, Kryqi Kuq I Kosovës, po Kryqi Kuq komunal. E qendrën atje kemi pas, po komunja. Do me thënë, na financoj ke komunja, krejt, me komune kishim na lidhjen, tash kur morën komunën këtu tonën, tash I kishim puna me natyrisht, po. Me tjetër kohë. Ata me njëherë masat, edhe në Kryq Kuq, e kom pas një presion të madh me nshu punën. Si kryetarët Kryqit Kuq kanë qenë gjithmonë mjek të dallum. Ka qenë Nejdet Kryeziu, I Ndjeri, ka qenë doktor Femia, shumë ka kontribu, shumë ka dhënë për Kryqin e Kuq. Atëre ka qenë edhe si kryetar I LDK-s. Po qysh është majtë të mbledhjen, majtë gjithmonë në mshefta, edhe na tash u lidhëm me ta, po msheft, për ata me na dhonë urnesa, a me nshu, a me s'mi nshu, se unë e pata presion me nshu punën, gjithqysh. Unë u ankova, edhe në Kryq Kuq Serbis, edhe të Jugoslavisë. Edhe mu këthy pozitive, se ty jo me të ngutë s'pja tyit. Pse, ki dhënë kontribut, s'ki ku gjo, pse je shqiptare, do më thonë, u merë ketër se unë kur gjo s'kisha bo ka Kryqi Kuq, do më thonë, gabime na I sen, po, pa marë parasysh, gjdo kun pozit me I hek shqiptarët. Edhe unë shkova në komune, a I më tha sekretari serb ka qenë, më tha edhe të Miloshi, nëse ankosh ti kimi nshu aty. Unë I thash jo, nuk anshaj. Tash për lidhjes demokratike, doktor Femis, kryesis aty, që në konë Gzim Lipoveci, këta, prapë më thanë nëse mund është dushe me vazhdu. Qëndra. Edhe unë prapë qëndrova, me shumë vështirësi. Po, tash më bon presion tjetër. Ma që njerë policin, e kom pasë në tavulin automatin kur ma kanë dhënë, ma ka gjujt, me më tut. Jo me qitë kështu, po e ka gjujt, bam në tavulin, edhe tha, basha ti s'ki vend ma këtu. Unë I thash jo, thash unë e më Kryqi Kuq, nuk kom lidhe me politika, s'më kurqojës. Tha, qështu është të fjallën e se shkune ata. E thash ma quni një punëtor. Edhe erdha I djali I ri, serb, tha unë jë marrë punëtor mu lemu, në bërë Kryqit Kuq më thash, lutëm, thash unë e kom zyrën, edhe në zyrë me mu me folë. Hini në zyre, tha mu më kanë qu komunja, kryetar I komunës, kryetar I Këshillit Ekzekutiv, që ti më pranon punë këtu. Si koordinator, thash unë s'kom qitë konkurs për koordinatoras për punëtor, jemi mjaft punëtor. Po ishte sistemi që funksionon tash. Po ishim krejt shqiptar. Po. Edhe tha, jo, tha, qashtu është, e dhane, thash mirë, ti rrinë këtu, po punë për me e kur s'ki me marë. Edhe thash, jo në zyre me mu, po në zyre tjetër. Dhe përfundimisht qëndroj atë? Po, jo, dulaj, vike për çdo ditë në punë, aja kohë zgjatit pak, unë I lajmërova këta të lidhjes demokratike, si që shtu të është situata, ata më thanë që sa mundesh me qëndru, në të keq, më përjeton ai sa në të keqe, edhe unë e qëndrova sa qëndrova, edhe e kishin pacaktu një serbe. Aja Serbia lagjes teme ku kam në shpinë këtu në Gjakov, ku pas. Edhe ajo erdhë, unë e njofta se në lagje. Natyrisht. Tha dush ka me fol me ty dishka. Tha shurna. Tha qara pa nshu që të vend punës s'ki. Tha ma mirë unë e më konë këtu. Unë të maj si bashkëpunëtore, ti kontribon apet ka komuniteti ytë. E me gjithse unë I thash jo nuk dahet Kryqi Kuq. Për gjithë komunitetin na kemi me punu. Unë qashtu e kom qatë ide edhe qashtu jam ashtu ishte misioni I Kryqit Kuq. Kur kom dhënë betimin e kom dhënë që me punu për gjithë komunitetin. Tha po ma mirë është më konë, unë e se dikush tjetër me ta pru ty. Edhe ajo najti aty, unë e bona si bashkëpunëtor. Atër unë e mora vesh me doktor Femini me këta, tha në shoh, risha si bashkëpunëtore. Po ajo shkoj kënë teren, shkoj në përmbledhën komune, se atër se I ka para NATO hale. Dhe ndryshoj pak strategjia jote pastaj. Ndryshoj, po kontribuoha dhe ma shumë. Pse ajo shkoj kënë mbledhje, se u mashin mbledhje, ata se u frigoshin që NATO kamera.
se vike në herë na tregojke në fjale, kum pas edhe një punëtor prej Mulliqit, o kona i referent, edhe na tregojke diçka shka kanë bën vendos atje, po tash malli që vike, unë e shpëndajsha. Aty ishin 50 familje komunitetit serb, pidin sa jenë konë tonë tash sa shumë. Dhe më thonë, unë kontribojsha tash jepsha tonëve, tash që e fillun mu bajt, familje për fshatra marë këtu, unë e kretë registrumi kum pas aty kanë marë malë, ushqim, veshmbathje, batanie, kretë mirat, shka duhet. Shumë e bukër. E thot, ndima... E kom shkru këtu për ndima, se janë nisen me najna ndimat. Po. E tash që të ndimna ku shkun, i kanë qut të Serb ku jenë konë të qëndru ata, si nëse i bjen NATO me liftu. Dhe më thonë, qaj malli joni është ku që atje. Dhe qka bët ju? Ja nisen, ku gjona u hankojshim, po nuk hecke fjalla, se kishim në kërkona të tash më komune. Kishim destinacion, po, natyrisht. Kalojmë të fotografia tjetër. Minat kanë mbytur 107 persona, ndërkohë që Kryqi-Kuq është angazhuar në këtë drejtim? Po. Thash në Kryqi-Kuq unë e kom pas çdo fshat vullnetar. Po. Edhe çdo shkollë ka pas një vullnetar. E vullnetar kanë qenë më shumë arsimtarët. Po. E ka dhënë ndihmën e parë atje si lond, edhe ka ardhur si vullnetar. Edhe tash me çdo fshat që ka pas ta, mi ka gjetë vullnetar tjerë në fshatin e vet, që me i qumë i trajnu për mine edhe me shku me marrë pjesë si Kryqi-Kuq, na kemi marrë pjesë krejt në qëto. A sa bukë. Keni kry një tjetër obligim në një farë formë të punës suaj. Ecim tutje, fotografia tjetër në valle me të pësotmen, femrat e trevës sonë. Dhe më thonë në mesin e femrave të sukses. Unë tash po kthejna pas pak, kur isha të punu me parashkollor atje, si edukatore, po gjatë qasaj kohës si mësuse e marrë shumë aktivitete. Me valle, me nxonse, me këto, po gjithmonë e kom thonë edhe në visni, edhe ty mësu në visni, po ndikojsha edhe në shkollimin e tyne me kona ato vendimarse, me ndërmarë vendim për vetë vetën, me mu shkollu gjitha, ju të rëgojsha në i tregim, ju të rëgojsha shpesh që to që shkani këto vajzat kanë arë në shkollë, që jo nona, jo baba, i thesha mi bin ju, ato, do më thonë gjithmonë i kom pas ka disa minuta me bo. Do më thonë krejt në përgjithësi ju marrë gjithmonë me aktivitete. Edhe atëre vendoske komunja, komiteti, bashkësia e arsimit, unë si aktiviste tash, u bo kryetare grave të Kosovës, qashtu regjimi, do më thonë, u bo gjithqysh kryetarja grave të Kosovës. Baftia Brashi u bo kryetare grave të Kosovës. Tash çdo komune mi pas kryetare grave, ASHG, do më thonë, aktiviteti shoqëror i grave. Dhe ju e morët në komunën e Gjakut. Edhe mu erdhën e më thanë që ti duhet me nëshu këtu punën, ato mësuset ma të vjetë aty, se atër o konë cila ka përvoj ma shumë aty marë në qytet, më rana din. Unë tash 5 vjetë kom pas me to, unë erdha para, po erdha me urdhnes të komunës. Po. Dhe morë detyrën e kryetarës së grave të komunës. Shumë bukur. Po në kuadër të lidhjes socialiste. Po, natyrisht, kështu ka qenë. Në kuadër të lidhjes socialiste, ditën e parë kur jam shkuar aty, unë jam lërmu të kryetari, ka qenë shqiptar, jam lërmu të kryetari, thash mu më kanë caktu qështu, tha po, e di, ma tregoj tavolinën, ku mu ullë, i thash, ani unë puna që ta shtu, po vinë zyrën erë me ty, sa e kish si kryetar zyrën veçanë shkova. I thash kryetar, unë e ditën e parë u lajmërova në punë, pisodit jam punëtorë, këtu, në kuadër tonin, thash po unë i du zyrën veçanë me pas. Thash se këtu, ndërë du të më shkru ASHG, aktivitete shoqërore grave, kryetarja grave. Tha, po s'kam zyre, a di pak. Ma si thash, ani kur ta bësh zyrën, thirrem unë e dalë në punë. E disha që mu të ardhën atë me ecin. Po, si ishe mësuar, po. Unë nuk kom qitë lutje me më pranu ata në punë, më kishin pru vetë. Edhe e mora unë qëndrimin qashtu, u ktheva në shtëpi mas një javë më ka thirrë, e kom pas zyrën teme,
intimitetin me gra, bisedat. Kerri ka qenë i lidhës socialiste, po në kuadrët tyne, shoferin ton. Po. Dhe keni mbajt pa fund aktivitete për gra. Non-stop në teren me ta, me bind gratë, me konë vendimarse, me bind gratë, se të zojat, meqme, të ngritne, në njërën e vetë ato, po me shprej dikun. Edhe ku kom shku, jëm kone mirë se ardhen për to. Shumë bukur. Kalojmë tutje të fotografia tjetër? Edhe kjo tash është më duket e Kryqit Kuq. Për t'i ndihmuar skamnorët kam mbetur vetëm Kryqi Kuq komunal. Do të thonë një thirrje tjetër. Do të thonë kërkas një mëshin. Se tash e mur e ke hinë mosa gjithkasër, nuk një mëshin kërka. Do të thonë vetëm na kemi pamet me ndihmu. Dhe përpiqeshi të ishit një zë i fuqishëm për komunitetin. Sepse një farforme shpresa vetme tyre ishit ju. Shumë. Shpresa vetme, përkrahja vetme e jone ka qenë. Po, ty u falendru aktivista u vullnetarëve të fshatrave. Po, gjithsesi. Kur vishin më falë edhe këtu, kur vishin ndërkombëtarët, që kishin të bojnë me Kryqin e Kuq, ata me dasht, me gjetë një fshat që ka diçka, ose kanë ta me zbulu, mine, këto, unë vishë e epshe emnin e qati vullnetarët, qati fshatit, aja zhjetë ke probleme i zonjonit, edhe aty në ju ka papëlqy shumë që kjo mënyrën e organizimit. Edhe shumë ju pëlqeke si kom vullnetar shumë, kom pas. Edhe doktor Femija atëra konë kryetari Kryqit Kuq. Doktor Femija shkoj kryetari Kryqit Kuq Kosovës, më thënej, ma shlirimit kjo. Edhe atje, edhe a i kanë diku shumë, edhe puna ime, edhe kemi në bon objektin e ri. Ka pas disa komune që s'kan pas objekte heq, na kemi pas bilet vjetrin, na bon objektin me aktivitetet Kryqit Kuq. Shumë bukur. Tutje, fotografia tjetër, prape kemi këtë të Kryqit Kuq, jem konë nashta para penzionit. Këta karabinjerë të thëshin po të italian, na prun një aparat me ndihmu në dhënien e ndihmës parë për patent shofer që kemi aty. Tash qaj aparati ndihmon në dhënien e punës zemrës, nëse ka dikush. Edhe qatë aparat na pruna i kushtoj kë shumë, qatë ditë na kanë pruna jemi dalë me vullnetar, mi prit këta, na prun si dhurat. Shumë bukur. Dhe kom kujtemi mirë shumë. Këto foto jënë në për koridor aty me aktivitete. Dole në tas diku tjetër. Këtu tash familja, po? Janë baba, nona jeme, 4 vllaznit edhe na 2 motrat. Edhe njëherë po kthejna, babën e kom pas shumë punëtor, shumë dashën, shumë bujar, edhe shumë i përkushtum për punë, por shumë i përkushtum edhe për kujdesin tonë. Me na rrit, me na shkollu, edhe na ka ndërtu shtëpinë në Gjakovë, në qytet. Do më thonë, me që ato të ardhën atë vetat, ka ma, atëre une, kur dola në punë, ju bona si krah këtine, deri sa u shkollu në vllazet, edhe krejt kemi qenë... Që ti ishe fëmiu i madha, po? Po, une me fëmiu ma i madha, atëre ka qenë vllavi dytë Qemajli, atëre Shania, atëre ka qenë Arsimi, Luani ma i vogli, edhe Shqipja ma vogla. Tash, gjithë u pa të shkollu. Qema ka pa kry për stomatolog në Zagreb. Une se kemi pas 2 gjenerata në mes, une dola në punë, kjo shkoj në Zagreb në studime. Normal, e përkrasha shpin. Atëre Shania ka qenë profesori muzikës, e ka pas flauten, ka marrë pjesën në shoqërinë e Ajdardushi e këto me flaut. Atë ka qenë Arsimi, architekt, inxhinier i ndërtimtarisë. Luani vllavi vogël është marrë me biznes, ka pas kafiqin e vet, që rrallat ka pas kafiqin në Gjakovë, ka pas kafiqin e vet. Edhe Shqipja ka studiu pedagogjin, edhe ka qenë antare e ansamblit Skofjarët. Sa bukur, ka këndu, po. Më thënë, një familje profesionesh të ndryshme. Dhe me këto të nisa që baba ka arrit me na patonëve në punë. Kjo ma e bukra. Nonën e kom pasa në vise, ka qenë një gru
shtëpiake shumë e mirë, anvise shumë e mirë, nane përkushtume për neve, bashorte shumë e mirë, se atër janë martu me mësit që po thonë. Natyrisht, e vërtetë. Po shumë janë dasht, baba ka përkra shumë, kjo ka qenë tip ma i urtë se baba ka qenë pak pa temperament. Ma rigoros, ndoshta. Për dyve, Natyrisht. na jemi dalë ton tjerë. Se cili keni marrë nga diçka nga nëna dhe baba i gjithsesi. Faleminderit, kalojmë te fotografia tjetër. Këto janë këto aktivitetet. Tash kur u ktheva unë si kryetare grave, këtu është kryesia e aktivitetit grave, në qofshë aty anësh është Selajdin Doli, kryetare i rinisë. Dhe në kuadër të Lidhës Socialiste, përveç aktivitetit grave ka qenë edhe rinia. Por rinia ka pas kryesinë e vetë, antarët e vetë, kanë funksionu si institucione vete. Që i qeshin atëherë në për vjelin e rrushit, vjelin në aktivitete, në akcione, kanë dhonë shumë, kanë dhonë atëherë. Edhe këtu tashti si antare, ka qenë Mazade Bekalli, antare kryesis, mësusja biologjisë, profesoresha. Fakete Shunjaku, inxhiniere, edhe kjo është arkitekte. Kjo ka qenë doktoresha operatorja kroate, më duket ka qenë kjo, të spitali kanë pas shtëpi. Fiks, po. Kujtohet si emër. Atje Sela, aty ka qenë, ja kom harru këtë në dy emrin, kryetari Këshillit Ekzekutiv. Dhe i takoshit ju, shpesh, zgjidhnit shumë problemet grave? Po, shumë. Tash une, atëre ka qenë, për shemë nëse bëhet një mbledhje që e thirë kryetari i kuvendit, atëre ka qenë Qazim Rugova, kryetari i kuvendit. Nëse e thirë kryetari i kuvendit një mbledhje, na kemi qenë gjithë antarë tyne. Do më thonë jemi marrë edhe si kryetari grave, po jemi marrë me aktivitete krejt komunës. Brenda komunës. Brenda komunës. Edhe rinia, edhe na. Aty ka qenë antare që në konë aktiviste dallume, Behije Dashi, arkitekte, inxhiniere. Nurie Haxhikadria, ekonomiste, drejtoresh e ndërmarrjes Agimi. Po. Ka qenë për momentin edhe femna, Silvana Haxhikadria, ka qenë edhe kryetare e rinis, ajo një mandat. Mande kanë qenë edhe tjerat, s'pon kujtohen nështë për momentin. Që bashkë kemi bashkë. Tash ku bëshim bledhjet në komune, shkojshim krejt edhe femna. Po kemi pas respekt shumë prej mashqive, se kemi qenë pak femna, po shumë respekt edhe shumë në ka hetë fjala. Për shemë, kur Dajona prej nesh ka marrë fjallin, dishka me diskutu, shumë me përkushtim në kanë përcjell debatin tonë, janë mundu me nga bo zgjidhje, e kanë pa që kemi dëshirë, se edhe kanë pa gjithmonë të regjistrume se femna gjakovare edhe është trimnesh, edhe është punëtore, edhe është të zoja, për gjithçka edhe ja arrin qëllimit kur dënë. Është faleminderit shumë për këtë. Këtu një? Tash në kuadër të komunes, Lidhës Socialiste, unë si kryetare grave organizojsha koncerte. Këtu ka qenë koncerti për 8 mars. Tonë këtu kanë pas ftesat në për shtëpia gratë, edhe me marë, krejt që ta kanë qenë që kanë marë pjesën këtu. Që aty është Qazim Rugova, kryetari i komunës, dhe më thonë që ka qenë atërë, afer jam unë aty. Aty e kumë pa marru në vllanë, me veti vllavi vogël është aty, mandej e mbushur salla plot. Ishte një koncert i mirë? Plot. Tash në kuadër që sej, e thirrën bom ftes prej Maqedonisë shqiptarët në erdhen revi mode. Në kuadër të koncertit, po. Këtu ka qenë edhe shpresa si spikere, shpresa Qakagjia, si spikere, kanë këndu Arta Koshi me motrën e vetë. Doktoresha, po. Vllavi jam ka qenë me flaut në orkestër, ka qenë
për momentin s'po më kujtohet. Më thënë një... Ka qenë drejtori i shkollës muzike, sa i odek. E gruja vetë që kënoj ke qika... Sababi Tyqi? Po, Sababi Tyqi. Edhe gjithë kanë marrë pjesë aty, kujtare i njës, krejt. Dhe më thonë ka qenë një koncert masiv. Lotë salla ka morë. Shkojmë tutje te fotografia tjetër. Shufim qëfar do të na sjellë regjia. Këtu në familje prap, une për ditëlindje, vllavi vogël, stregova 2 vllaznit, njoni në Belgjik është, Shania, edhe Luani është në Zvicër. Edhe motra është në Zvicër. E pas ke përjetuat largësin pak. E na jemi shumë të lidhen, shumë dashun, edhe shumë respekt njoni për tjetën, e sidomos unë që jam ma madhja. Se edhe prind na shku në matri, këtu vllavi vogël me nusën e vet ka organizuar të familjes, ma ka bërë surprizë ditëlindjen në Shkukës. Këtu janë antarë të krejt, po këtu kam mesa, nipa, të vllaznë. Uroj të keni edhe shumë ditëlindje tjera dhe kështu t'jeni gjithmonë të bashkuar. Edhe i përshëndesim të gjithë. Takim? Edhe këtu është takim me gratë. Gratë, po me gra është takim, që unë jam aty, kryetari i njës, kryetari, po atëre patëm fatin, unë ndru kryetari i Lidhjes Socialiste Serbër, Milan Slavković gjatë në fund. Dhe pastaj ndryshuan situata? Jo. Po. Ka qenë shumë i matun, shumë në ka përkra, për shembull unë si aktiviste më përkrake shumë, kushinurien e këto që ishin ma të dallume, që ishin vullnetare, aktiviste për ato, shumë në përkrake nuk kemi pas dallime aty. Derisa kur hinë masat, mas ne kanë ndryshu. Kur hinë masat e dhunshme, atër ndryshoj për gjithë se cilin institucion, me qartë e kuptueshme. Ky Kamishi, edhe kjo kone, edhe kjo i djerë është, ka vdek. Po aktivitetet jenë konë... Qëfar veshje të bukur. Shumë e bukur. Tutje kalojmë te fotografia tjetër. Këtu familja Basha. Basha. Këtu ka qenë vajza e vllaut vogël në Zvicër, Fjolla. Ka pas fejesën e vetë, e kemi bë te Xeni. Edhe e kemi bë një foto aty. Atëherë nuk tregova, 2 vllaznit e mi, edhe Qema, edhe vllau Arsimi, më kanë vdekje, të vdekun, po në qatë ko Arsimi ka pa vdekje ma përpara, ndërsa Qema u konë, edhe kom kujtim se u konë Qema hala. Dhe vazhdoni të ruani të misi? Vllaznit, 3, janë nuset e vllaznive, i kom 4 nuse, 2 që në metë, pasi i kom shumë të mira, kom nipa mesa shumë të mirë, shumë dashun. Shtëpin plot. Shtëpin plot, edhe pse jemi 2 halla, po ajo halla gjithmonë largë, edhe ato shumë e dojnë, shumë e respektojnë, po me mu janë ma të lidhen, edhe ma kanë lënë Halla madhe. Titullin Halla Zemra, më thoi. Dhe ma bukur. Nuset janë shumë të mira, i kom edhe shoqe, edhe nuset. Kjo është rëndësishme ku në një familje, ajo dashuria ndaj njëri tjetrit rritet. Fëmijët i kom për zemër, i du shumë. Po e meritoj kanë me që qenë ke Halla Zemër. Tutje fotografia tjetër? Këtu jemi na 6. Po. Ma të rritën të ashtë punësu me familje, jemi kone, ku s'po di që shka kemi pas në jaheng, ose në jafeta, dhe shka. Sa për njani, kështu? Po, ky vllavi madh, këta vllaznë tjerë. Po, natyrisht. Fotografia tjetër? E këtu edhe kjo kujtim, këta 2 vllazë që po, natyrisht që kanë ndruje. Po une kur e shoh këtë fotografi, kam nostalgji, kam emocione, se dur që u kom qitë, dyqysh po mdoket që i kom nalë, mës me shku, e kom ditë, e kom pas një ndjenje se më shkoj. Vërtet, kur humbin njerëzit e shpirtit, vendin e tyre se zë askush. Shumë mungojnë vizita tyne, dashnia tyne, edhe pamja tyne, shoqënia tyne, po shqyri
i kanë lënë 2 familjet, janë familje shumë të mira, janë me fëmijë shumë të mirë. Kjo është e rëndësishme. Edhe I kom për zemër ti kujton, fakti që e ke nda këtë fotografi me e pas në këtë emision kaq të veçantë t'jep me kuptu qartë lidhjen që ke pas me ta. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu janë 4 vllazërit. Janë kon shembull që janë dashnë mes veti. Shumë e kanë përkrahur njëri tjetrin, shumë e kanë dashur. Shumë kemi pas për shembull përkrahje vllavi i madh, vllavi më i vogël. Po. E kemi dallu, po e kemi dhënë titull dhe atine. Vllavi i madh e kemi respektu më shumë, ma si vllane vogël e kemi lasdru pak më shumë. E kemi pas gjithmonë atë një përkrahje, po shumë janë dashta në mes veti, po shumë jemi dashur edhe na 6 mes veti. E kemi pas këshillën e parë prej babës që motër e vllazën mu dash shumë. Këtë do ta donte secili prind, besoj. Secili prind do ta donte. Tu t'jecim? Këtu janë 2 motrat e Agimit. Agimi është bashorti. Sarajevo, po Agimi bashorti im. Kjo është Fatushja, kjo jeton në Amerikë. Edhe këto i du shumë, i kom respektu shumë, më kanë dashtë, më kanë respektu. Altonia ka vdek para disa viteve, shumë më ka dhimë zbrastin për to, jo unë e veç krejt familja shka jemi në këtu. Me Fatushin vetëm telefon, se kjo mas motrës s'ka ardhë më këtu. Amerika. Po, vetëm dëgjohem në telefon, po janë shumë të mira kanë. Natyrisht, po. Kanë qenë të mira shumë. Kemi fotografi tjetër? Këtu është familja Agimit, prap. Këtu ka pas... Familja Lama. Këtu janë 2 djemë të Agimit. Ardiani Artani. është vllavi Agimit Afrimi. Edhe një pamesa... Pa fund. Cila ka qenë lidhja jote me djemë të Agimit? Djemë të Agimit janë djemë që pak kush i ka, janë shumë të edukum, shumë të kulturum, të shkollum dytë, kanë kriju 2 familje të veta. Keni arrit ta mbani një lidhje gjatë gjithë kohës? Po, edhe i kanë nuset e mira, edhe kanë bo fëmijë të mirë. Unë kam shumë respekt për ta, edhe dashni për ta, edhe ata më respektojnë shumë. Edhe me raportet tona janë si mi pasun e fëmijët e vllaut. O, sa e bukur. Të lumtë për këtë lloj lidhje që ke arrit me mbajt. Na doli shqipja. Kjo është motra jeme e vogla. E vogla është të pisë. Bashkë e vogla. Jemi shumë të lidhme. Po. Shumë dashne. I kemi dash vllaznit, sa që kjo ka herë gjelozoj ke pëdën vllaznit ma shumë, i thëshoj më motën. Ne Shqipen e njohim, e identifikojmë me skofjarët, kështu e kemi Shqipe basha. Kjo është shumë e dashne, shumë ka përkra, shumë ka respektu, si motër e madhja, plus shumë dënë. Edhe e du. Kush nuk e donë motrën e madhe? Une kur ndaq me hatër, ndaq me zorë, motra madhe. Kur e du ma shumë, ja qaj në i link, nda i thonje për motrat. Dashurisa, mirë shumë. Moment nostalgjia. Po. Edhe këtu ma heret është familja Agimit, është nona Agimit, janë djemë të Agimit, po këtu është dishka që është vllavi Agimit ma i vogli i ka pa vdek. Aha, po. Punotat në nuset aty 3 poshtë. Ata që janë në këtë botë i përshëndesim dhe ja këdolim të një fotografi. Këtu është Ardita, vajza ime e Agimit. Është ëndër e imja e realizume. Sa bukë. E du shumë. Jo mundu shumë me dhënë edukat, me dhënë gjithë shka kom për ta. Është në zonë që e mirë, ka mësu, nuk më ka që mundin dëmë, ka mësu, e ka të regu vetën. Ka psikologe edhe ka specializu, ka magjestru psikoterapiste në Shkup edhe në Prishtinë, e tash ka apliku më shkun për specializim në Angli. Dhe kthehet pastaj një kuadër plus.
Edhe për ty edhe për komunitetin. Këtu kom pas ditëlindjen, Po. këta dy. Këtu është Agimi, bashorti. Ne i bojmë 39 vjetë në shtator që tash që jemi bashkë. Jemi dashëm për njëri tjetrin, e dojmë shumë njëri tjetrin. Kam përkrahje pitine, kom pas përkrahje se kom pas punën që ashtu për më mungu në shpe me ata, po shumë ka përkrah, shumë më ka dasht edhe më danë. Dhe modeli atyre qifteve që janë bashkë kudo. Qashtu, kudo. Kudo jeni bashkë. E kemi vazhdu në penzion, se kjo dalë para me në penzion, e kemi vazhdu në penzion, jemi të pandashëm, jemi të dashurum për zyte tash në Prishtinë. Sa bukur e thua. Prandaj është kaq pozitive Ardita, sepse ju pozitiv, kjo edhe e ka Ardita marrë atë dalë energjinë e mirë tek ju. Ardita është yll. Po. Faleminderit shumë. Turoj shëndet, pleqëri të mbarë juve dhe zotit Agim, Arditës suksesi sepse e di që është pika juaj e dobët, edhe mbi të gjitha të takohemi edhe për punë tjera. Misionet tona kanë hapësirë për secilin njeri që jem diçka në komunitet. Unë të falenderoj për ftesën njëra që ma ke bo, më ke këthuj me vit tona mas. Mirë po është nësi për mu, me një vetën se po mu i këna hala më dhonë dishka. A undive mirë deri sa shëtitet e këto fotografi? Unë iva mirë që jam se i njof edhe këta tjertë punëtorë këtë t'juve. Gjithmonë ka qenë të vesyri për krasi joni, mu më ka përkra dhe gjithë në çdo aktivitet. Edhe me ty shumë, ta du zonin tënë, ku ta dëgjoj, edhe faleminderit shumë. E ne ndami këtu bashkë të dashur miq, faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të jeni me ne, të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe mos harroni të na propozoni edhe emra të tjerë, sepse gjithmonë kujdesemi ata që ne i kemi harruar të na rikujtoni ju. Takohemi të martën e radhës. Mirëmbëjtje.